lidhur me deklaratën e Braçës, Braça është ose mbahet si socialisti ose si përfaqësues i një partie që është zhdukur pa nam dhe nishën. Në fakt nuk është zhdukur, por ka marrur trajtën e saj të re, se kjo parti është themeluar në krim, se kjo parti kaloi në pluralizëm në krim, dhe tani në duart e Edi Ramës kjo është një parti e mirëfillt krimi. Ndaj dhe më mirë të mos komentoj për problemet e tyre. Partia Demokratike, pa diskutim që do të ofroj qytetarëve të Tiranës, dhe kur të hap diskutimet, në mënyrë transparente, kandidaturën më të shkëlqyer, do bëj gjithçka të për një front më të gjerë me të gjithë opozitën dhe t'i rikthej kryeqytetin qytetarëve, ta nxjerr nga kthetrat e mafjes më të tmerrshme që Tirana ka njohur gjerësisht.